Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. U tha se sulmi në zemër i mori jetën, zbulohet e vërteta e vdekjes së Shpat Kasapit. Lajmi i trisht për ndarjen e papritur nga jeta të këngëtarit të mirënjohur Shpat Kasapi ka tronditur publikun mëngjesin e sotëm. 40 vjeçari nga Tetova, i cili e nisi karrierën që fëmijë, ishte një nga emrat më të dashur të skenës shqiptare, i njohur për baladat dhe hitet e pavdekshme si Axhami, Pa ty sjetoj dhe Kush të ndau prej meje. Sipas detajeve të fundit të raportuara nga një gazetare, konfirmohet se artisti ka ndëruar jetë herët në mëngjes pas një sulmi në zemër. Raportohet se ai nuk i ka mbijetuar atakut kardiak, ndërsa theksohet fakti tronditës se ai nuk ka vuajtur nga ndonjë sëmundje tjetër më parë. Kjo humbje befasishme bëhet edhe më e rëndë pas konfirmimit se artisti ishte përgatitur për një rikthim të madh në ekran, pasi ishte konfirmuar zyrtarisht si banor i edicionit të ardhshëm të Bigut.